Gjysmor shumë i luftuar. Ja, këtu dua të të bëj një pyetje, po vetëm të rikujtoj pak Regjin të më lidhi dhe me Ledianën dhe me Matildën për të kuptuar pak nëse ka... Okej, kam Ledianën, ndjes, Ilnica do vite ty për një pyetje, e kam dhe për panelin, fakt, po të shkoj një herë te Lediana, për të kuptuar si po e përjetojnë tifozët këtë moment. Besojnë ende te përmbysja Lediana apo jo? Janë mërzitur pas këtij golit pësuar? Erla, le t'i pyesim, po pak të mërzitur duken, me që A beset e përmbysja apo jo? Golave, golit të shënuar, ndjes. Mendoni se mund të shënoj Kosova? Luta, mama. Mund të shënoj Kosova? Besoj se po, inshallah. Je optimist që do të përmbysë rezultati? Edhe mundet, edhe ka mundësi, po. U mërzite që Turqia shënoj gol? Në fakt, nuk e prisim, por shohim si do Si ka shkuar loja e ekipit të Kosovës? Deri tani po luajnë shumë mirë në fakt. Pjesa e parë ishte shkëlqyer nga ana e Kosovës, kështu që inshallah bëjnë edhe një gol. Thua do ta shënoj një gol apo do të kalojnë avantazh? Një gol besoj do e bëjnë, po. Do barazojnë, po. Besoj se po. Je pak i mërzitur që janë avantazh Turqia? Jo dhe aq, se di që Kosova mund të bëhet një gol, kështu që jo dhe aq shumë, jo. Mirë, je optimist. Faleminderit. Faleminderit. Mendoni se Kosova do ta përmbysë rezultatin dhe do shënoj një gol? Çuna, kemi një koment, jemi live. A jemi live? Mendoni se Kosova do shënoj një gol? A jemi live? Pa tjetër që live. Ja. Kujdes me fjalorin, Çuna. E kemi një koment nëse Kosova do shënoj Me sërish? etik, gjithmonë me etik. Një koment? Jam pak të mërzitur, Ela, i kuptojmë që s'duam të flasim. Duhet me pas parasysh diçka, kur pyesin a jeni live, dihet që do vi një sharje, është e sigurt kjo. Se e kam kuptuar sot për gjatë gjithë ditës. Po pyetën jeni live, vjen një sharje, sidomos për Serbin. Jo, unë doja të kuptoja vetëm nëse ka rënë entuziazmi dhe a besojnë ende te përmbysja apo jo. Thjesht këtë. Ka një ngecje të figurës. Mirë, do shkojmë sërish tek Lediana. Edhe Po me entuziazmi që Kosova jo, do... okej, është Lediana akoma. Po shpresojna që po. Je mërzitur? Je mërzitur që ka shkuar Turqia? Jo, as pak. Çka me bota, futbolli është kështu. Normalisht shefis na u bëhet, po shpresojna që e barazojnë ata. Nga cilë qytet ke ardhur? Nga Ferizaj, nga Kosova. Pse s'ke qëndruar në Kosovë? Jemi me punë këtu. Punoni në Tiranë? Përkohësisht. Përkohësisht. Po në Tiranë si duket ato atmosferën? Bukur shumë. Prishtinë do të ishte më mirë, po s'është kaq. Do doje që ta shikoj në stadium? Po, normalisht se po. Kur ke qenë në Kosovë, ke shkuar në stadium që e ke parë kombëtaren? Po. Jo tani, po herë marrët po. Sa do të mbyllet ndeshja? Po shpresoj që koha rregullt 1-1. 1-1? Po. E pastaj në vazhdime do fitojmë. Po shoku e ka një koment? 2-1 për Kosovën, po shpresoj. Je pak i mërzitur? Pak. E prisje që Turqia do shënonte? Po, e presja, se janë ekip me kualitet, kështu që shpresoj që Kosova të tregoj vetën. Ke besim të çunat e kombëtare? Shumë. Loja, si do shtë? Mirë deri tash, kualitet. Po atmosfera këtu në Tiranë? Jo shumë mirë. Prisje që të kishte më shumë emocion? Shumë, po, jo shumë mirë. Po shumë qytetarë të Tiranës dhe qyteteve të tjera ka shkuar në Por Kosovë. ka po atmosferë jo. Ka shkuar edhe në Kosovë, që janë mbyllur në stadium. Nuk e di, po atmosfera nuk është nivel. Kështu që shpresoj që Kosova të shënoj edhe të kualifikohemi në botror. Po për Shqipërinë që nuk është kualifikuar? Nuk di qa me thonë, nuk di. Më vjen keq për Shqipërinë, jemi edhe fonsa Shqipërisë, jemi një, kështu që shpresoj që Kosova të tregoj vetën. Mirë, shumë faleminderit. Kaloni mirë. Faleminderit shumë. Po Lediana. Kemi një koment për ndeshjen? Sorry, I'm speaking. Okej. E kemi një koment për ndeshjen? Okej, s'folti. Nuk e kemi. Po okej. Çuna, po ju, si po ju duket ndeshja? E kemi një koment? Jo. Nga cili qytet ke ardhur për ta parë ndeshjen?
Në Tiranë ri. Tiranë. Po si po të duket ndeshja? Mirë. Mirë? Më mirë se Shqipërisë, po. Më mirë po luajnë në thumë? Po. Si do mbyllet ndeshja? Do bëj dhe gol tjetër Turqia. Po do të jam do e shohim. Nga optimist pesimist. Që e ke shumë optimist? Ja, nuk jam. Si e? Ja. Po kur Shqipëria nuk arriti do që të kualifikojë, u mërzitet? Do isha mërzit kishin bo një lojë tjetër. Se, si ishte loja? Dhe bezdithshme. E bezdishme. Po. Pa gjak. Pa gjak? Pa gjak. Mund të kishim dhënë më shumë çunat e kombëtaris tua? Patjetër. Jo. Nuk kishin dhënë më shumë. Mirë, po të atëre që ta shijosh... Shumë faleminderit. Jo, këtë latë kuptoj djali. Pa gjak tha ndeshja mes Shqipërisë dhe Polonisë, nga kombëtarja jonë, le të themi. Pra, me gjast priste diçka më shumë. Nuk e di nëse mendojnë që kapacitetin e kishin për dënë më shumë, por ishte pa gjak. Interesante. E kemi një koment për ndeshjen, zotëri, se po të shumë fakt që po e ndjek në këmbë as nuk e ulur. Pse? Më pëlqen të fitoj Kosova, pero Je duke e parë ndeshja në këmbë, se si e ulur të reatohesh? Të shohë të emocionuar, e ka shënuar në fakt një gol Turqia. shikoj. Je mërzitur? Shikoj, ose ndeshje shumë e bukur, Turqia po del më e fortë. Kemi shpresa thua, është minuta 65. Kam shpresa se mos barazom. Ke shpresa? Si po të duket loja e Kosovës? Ka bërë shumë ndeshje të mirë, të fortë. Sidomos pjesën e parë. Shqipëria në fakt nuk arriti që të kualifikojë për botrore. Ke qenë i mërzitur? Mjaft. Mjaft i mërzitur, a? Ka pasur në fakt disa raste Kosova për të shënuar. Si, edhe shtyllën që bëri pjesën e parë. Faleminderit. Faleminderit ty, edhe po të lë që ta shohësh ndeshjen. Dëgjoj, regjia, kur të kemi Matildën më njoftoni ju lutem, se dhe Matilda ka ndruar postacion. Po, Lediana. Për ndeshjen jo. Si do mbyllet ndeshja, rezultati, do you have... E kemi një koment për ndeshjen? Jo. Mirë, provojmë disa goca që kemi këtu afër nëse mund të na flasin, edhe të na japin qoftë edhe një rezultat, goca. Vetëm një koment dua, një rezultat. 2-1 për Kosovën. Si po duket loja? Po të ketë pak më mirë. Jeni ndër pak tifoza apo jo? Po. Apo thjesht keni dalë për shenë? Jo, jemi. Mirë, atëherë po lësh pasion. Faleminderit. Goca, po fitoj Kosova? Lutem. Se nuk e kemi Dëgjoj, mund ke të drejtë Lediana, mund të kenë dalë dhe për qef, se zona e Albanias është e populluar me lokale, edhe jo domosdoshmërisht mund të kenë shkuar patjetër për ndeshjen, ha? Ashtu është për ditë atje pothuajse. Mund të jenë edhe thjesht për qef. Patjetër, por... Megjithatë, ti vetë Lediana. Kemi një koment për ndeshjen, se si do të mbyllet? Besoj se do barazojmë, mos them do fitoj Kosova. Je shumë optimist dhe shumë e përqendruar për ndeshjen. Shumë. Po si të zhdukur loja? Deri tani shumë mirë. Po zonja, ka një koment? Jo, faleminderit. Jo. Faleminderit atëherë. Lediana, të të bëj një pyetje ty se do shkoj te Matilda. Lediana, më dëgjon? Do shënoj Kosova? Si mendon, një koment e kemi? Se ka më dhe djali. Sa? 1-1. Lediana, Si të zhdukur loja që ka për Kosova? Po mirë, deri tani është përfaqësu mirë, qofim tani. okay. Shpresojmë. Lediana, faleminderit, lidhemi